Një ditë pas atentatit ku mbeti i vrarë Gilmando Dani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë si përgjegjëse për ngjarjen e rëndë që ndodhi pranë aeroportit të Rinasit. Për të mbështetur këtë akuzë, Berisha vuri në dukje se zona ku ndodhi atentati është një prej zonave e cila në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur. Ata u ekzekutuan në mendimin më të përhapur nga banda të qeverisë që janë të lidhura me nivele shumë të larta të qeverisë, sepse aty është vendi i shtetit, vendi i qeverisë. Berisha pretendon se Gilmando Dani dhe personi i cili mbeti i plagosur në këtë atentat, agenti mbikëqyrjes policore Muçi Shaliani, kanë pasur lidhje me ministra dhe ish-ministrat kabinetit Rama. Ky që u plagos ka bërë fushatën e 11 maj, e ka fjalën për Muçi Shalianin apo Sheqerin, e ka me 11 maj fushatën e Ervin Hoxhës, ministër i brendshëm. Gilmando ka qenë në fushatë si bodyguard dhe financues për ministrin Gonxhe. Kryetari i Partisë Demokratike kërkoi edhe dorëheqjen e ministres së Brendshme Albana Koçiu pas kësaj ngjarje të rëndë. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore. Ndërkaq Berisha lajmëroi se ditën e hënë opozita do të nisë foltoren para godinës së kryeministrisë. Gilmando Dani